Protesta kombëtare, e cila ishte lajmëruar që 10 ditë më parë dhe pretendohet të jetë një nga më të mëdha, është duke u zhvilluar sot. Jam bulevardin Dëshmorët e Kombit, është dita e 35 praktikisht që protesta vijon. Një protestë e cila deri tani ka si kërkesën kryesore dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, por që njëkohësisht shpreh pakënaqësi për të gjithë klasën politike shqiptare. Pra bëhet fjalë për një ndryshim të plot të sistemit politik dhe të mënyrës se si Shqipëria është qeverisur këto 35 vjet. Por si mund të zgjidhet një protestë mirëfilli politike e cila deri tani nuk ka akoma një mjet politik për zgjidhjen e saj? Padyshim që gjithë protestat, të gjithë pakënaqësia, gjithë shqetësimi i pjesës më të madhe të qytetarëve duhet adresohet politikisht, sepse nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç një raporti politik, i cili, pra përveç një zgjidhje politike të një proteste, e cila është mirëfilli politike. Rikthehem edhe një herë të gjitha mundësive deri tani. Pjesa më e madhe e protestës kërkon dorëheqjen e kryeministrit Rama, i cili qëndron në pushtet për mandatin e 4 të fituar në vitin 2025. Por largimi i Ramës do kërkojë në të gjitha rastet humbjen e mazhorancës, cilën ai e dominon ende me 82 mandate plus 3 tjera që i vinë nga Partia Socialiste. A është Rama i gatshëm të japi dorëheqjen? Në një intervistë për BBC, ndjej ka deklaruar që dorëheqja nuk është një opsion. Dorëheqja do të vijë nëse ai do të detyrohet nga protesta, por për të detyruar Ramën që të japi dorëheqjen, protesta duhet kalojë në një stad tjetër të zhvillimit të saj, në mosbindje civile, në bllokimin e rrugëve dhe të funksionimit të jetës vendit ose në bllokimin e jetës parlamentare në Shqipëri. Ky do të ishte fenomeni i parë. Rama vetë duket se nuk është interesuar që të japi dorëheqjen dhe nuk ka deklaruar që nuk ta japi dorëheqjen. Dorëheqja mund të imponohet nga protestuesit. Kjo është faza e parë. Ndërkohë, zgjidhja e dytë është humbja, kam thënë edhe një herë, humbja e mazhorancës brenda parlamentit shqiptar. Deri tani vetëm një deputete e Partisë Socialiste, Mariana Koçeku, ka deklaruar largimin nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. 82 deputetët e tjerë vijojnë mbështesin të paktën publikisht Ramën. Që Rama të humbi mazhorancën në parlament, ai duhet të humbë dhe 12 deputet të partisë tij dhe plus 3 deputet Partisë Socialdemokrate që deri tani janë konsideruar aleat të tij. Pra duhet një numër prej 15 deputetësh të largohet nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe aleat të saj për ta lënë Ramën në minorancë, në mënyrë që të mos ketë më mundësi të mbajë mazhorancë, pra të drejtojë qeverinë. Por, sikurse kam thënë edhe një herë tjetër, kushtetuta e vitit, ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 e kanë komplikuar votbesimin për kryeministrin. E kanë komplikuar sepse nuk duhet vetëm votbesimi, pra që 71 deputet kërkojnë largimin e kryeministrit, po duhet që 71 deputet kenë dhe emrin e kryeministrit pasardhës. Kjo gjë në vitin 2008 u bë për të fuqizuar kryeministrin dhe për të hequr fuqitë e parlamentit dhe për t'i dhënë më shumë fuqi kryeministrit dhe për ta bërë atë praktikisht të parrëzueshëm në parlament. Versioni i tretë mbetet versioni i zgjedhjeve të parakoshme. Por në këtë moment duket se Rama e ka të djegur këtë kartë, sepse as Partia Demokratike, as partitë e tjera të reja dhe nuk do të futeshin në zgjedhje të parakoshme pa një qeveri teknike. Pra fakti që këto parti politike mund të futen në zgjedhje me Ramën kryeministër, në gjykimin tim është thuajse zero. Kështu që situata mbetet ende e komplikuar. Deri tani protestuesit kanë deklaruar se janë të gatshëm të ngrehet të thrasin një kuvend kombëtar i cili do të nxjerrë një grup përfaqësues i cili mund të negociojë dhe njëkohësisht të kanë kërkuar veç dorëheqjes Ramës një qeveri teknike. Qeveria teknike sipas protestës duhet të jetë një qeveri jo 45 ditore, pra që të qëndrojë vetëm për përgatitjen e zgjedhjeve, por që drejtoj vendin një vit për të krijuar një distancë mes mënyrës si është qeverisur vendi tani dhe zgjedhjeve që duhet bëhen. Natyrisht që problemi kryesor i Shqipërisë është humbja e besimit në zgjedhje dhe fakti që rezultatet e zgjedhjeve nuk janë pranuar, madje edhe me përgjimet prokurorisë është vërtetuar që zgjedhjet janë manipuluar në shumë zona të vendit. Unë nuk do të them për masat e manipulimit, por përgjimet e dosjes Durrësit, përgjimet e dosjes së Dibrës kanë treguar që zgjedhjet kanë qenë ka pasur manipulime në zgjedhje. Kështu që problemi kryesor është ngritja e një qeverie teknike. Po a ka mandat një qeveri teknike që të qëndrojë një vit në pushtet pa pasur një votim në parlament? Kjo është shumë e vështirë, se pa pasur mandatin e publikut. Por çështja është që pa mandatin e publikut, pa mandatin e qytetarëve, është e pamundur që ndërtohet një qeveri e cila do të arrijë të qeverisë. Pra problemi kryesor është një puzzle që është shumë i vështirë për të zgjidhur, i cili mund zgjidhet ose me intensifikimin e protestës, ose me bllokimin e gjithë jetës vendit,
ose me pamundësinë e funksionimit të parlamentit, ose pa mungesën e funksionimit të qeverisë. Deri tani është shumë e vështirë thuar se cila do të jetë zgjidhja. Deri tani duket sikur Rama po tenton që të pres zbehjen e protestës, ndërsa protesta do tentoj të qëndrojë derisa detyrojë Ramën që të largohet. Faktorët e tjerë politik natyrisht që janë opozita, Partia Demokratike dhe partitë e tjera të vogla, partitë e tjera të vogla janë bashkuar, Partia Demokratike ka dërguar deputet, po deri tani nuk ka pasur një reagim ose prani në protestë, sepse reagim ka pasur të liderit saj, Sali Berisha. Çfarë do të ndodhë më pas? Është shumë e vështirë thuhet, po një gjë është e sigurt. Pritet që kjo të jetë një verë shumë e tensionuar dhe një verë që do të kërkojë një zgjidhje politike. Në gjykimin tim, por ky gjithsesi është thjesht një mendim, në qoftë se kjo protestë mund të ketë një ulje gjatë verës, do të rikthehet sërish në vjesht, në qoftë se problemet që ajo ngre nuk adresohen realisht dhe nuk adresohen politikisht. Kështu që në të gjitha rastet, sikur se kam thënë edhe një herë, zgjidhja pritet të jetë zgjidhje politike.